Një ditë para ndrimit të viteve, çmimet e frutaperimeve në tregun kryesor të qytetit të Fierit mbeten të larta e të papërballueshme për qytetarët fierak, duke i detyruar të kufizojnë ndjeshëm blerjet për tryezën festive të vitit të ri. Më e vështirë paraqitet situata për pensionistët dhe familjet me të ardhura të ulta, ndërsa ata shprehen se po blejnë vetëm produktet bazë, ndërkohë që shpenzimet tradicionale të fundvitit janë zëvendësuar me blerje minimale. Atëherë jeni duke bërë psoniset e fundit, apo blerjet e fundit? Po, sot herën e fundit. Si ju duken çmimet? Ti shikon vetë, të kripura janë. Të kripura për pensionistat, kripura janë. Do vi vërtet, ç'o të bëj? Se gjithë janë shtrenjtë. Janë goxha shtrenjtë, se kjo molla ka qenë shumë lirë. Tani është bërë me 1700. Ai tjetër ka qenë lirë, gjithë janë kripur. Atë po i thosha edhe unë kësaj tash i bëj ti pas keni ndrorur çmimet tash më. Zakonisht në fund vit, nëse vendet ndryshme të botës ka ulje çmimesh, në Shqipëri ka ngritje. Bravo, atë do thoshja. Atë do thoshja se unë shkoj gjithmonë në Itali, po vetë atje me dorashka kurshesi me gjitha kushtet këtu, çmimet maksimum, as të kur nuk zgjidhen tjerat, merr edhe thut si janë, merr një çmim të tëra. Ja thotë, kjo molla kaq, po kanë çmim të tëra, janë tre njësoj. Kjo do 1700 tëra. Po dalin çik tani. Ju do arrini dot si vjet të bleni gjithçka keni planifikuar apo të reduktuara? Po ca, jo. Mirë, unë kam mundësi, jo s'kam, po i shikoj vetë që të kullat, e kaposhit, e zogut, e nishit, e frutat, e perimet, të gjitha një pensionist me 100.000 lekë, që do bëj? Çmimet ka vajtur një qell. Ta janë të çmendur. Deri dje par dje luteshin sot një paku majdanor 1500 lekë kaq. Ju duket normale që në fund vit të gjithë ngren çmimet? Çmenduri. Këta ato 5 lekë i marrin ne nga pensioni, do të na i marrin për 3 ditë. Hyt dhe dolët pa bler asgjë. Asgjë, po ti bleu, mirë do rri. Ciao. Sipas tyre, me këto të ardhura dhe çmime në stratosferë, blerjet janë vetëm ato të domosdoshmet, ndërsa për pensionistët ndihma e fëmijëve nga jashtë vendit mbetjet jetike. Çfarë do bëjnë dhe i marrim një përballojmë se kemi fëmijë të mirë. Po i pjesë këtu nuk i përballojnë do çfarë vetë ta. Atëherë pa ndihmën e fëmijëve është e pamundur apo jo? Është e pamundur, jo, është e pamundur me pensionistat, ata shumë gabim. Kam respekt për ama, po jo të japi deputetëve, po të japi popullit. Atë do të shikojë ai. Viti mbarë, po gjithë shqiptarët të dojë janë, edhe mirë fare. Për 170.000 lekë. Ka bërë blerjet e fundit për ndrimin e viteve. Kështu që po merrni pak gjëra. Po, të marrim shumë. Do të marrim shumë. Ju del hesapi që të merrni çdo gjë duhet apo keni reduktuar? Çmimet si ju duken? Normale. Pa ndihmën e fëmijëve, ja dilni dot? Po. Fëmijët i kam jashtë, në Amerikë, në Tiranë, në Durrës. Në ato personë normal. Nësi mirë. Pa probleme. Nuk e duhem në ndihmën e fëmijëve, ata po jetë. Ndërkohë mes qytetarëve që kanë reduktuar ndjeshëm blerjet ka dhe nga ata që dalin nga tregu pa bler asgjë përballë çmimeve të kripura.